faleminderit për ftesën, e vlerësova që në momentin e parë që më erdhi. Kam qenë pothuajse në të njëjtën moshë me ju, kur nisëm një aktivitet në fakultet në vitin e parë, i cili shumë shpejt do të shndrohej në një organizat të strukturuar. Fokusi nuk ishte që ne këto familje t'i mbanim gjatë gjithë kohës të varur nga ndihma, por dëshmuam atë që krijimi i sistemit që ne krijuam përmes bamirësisë do thotë që ka një zgjidhje. Ato ëndra që i keni në zyrtar, t'i nxjerrni, sepse vjen një moment i jetës që kuptoni që i lat në zyrtar dhe nuk i hapët kurrë dhe nuk bëhet përpjekje. Do t'ju tallin, do t'ju shajnë, do t'ju thonë që se realizoni do dëgjoni për veten gjëra që si kishit dëgjuar më përpara. Por vetëm vazhdueshmëria e gjës, këmbgulja për të mos hequr dorë e kthen gjën në devotshmëri. Dhe kur kthehet në devotshmëri, padyshim që edhe suksesi është aty brenda.